Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammu taslim ala khairi khalqillahi ajma'in, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet i takojnë Allahut azza wa jall, në shfaqje dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen, mbi shokët dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezër të nderuar, edhe sot jemi në takimin e zakonshëm nga takimet e tona të përjavshme dhe elusi Allahu xhallahu ala që na i bekoj këto takime të bëjnë të dobishme për neve në këtë botë dhe në botën tjetër. Jemi me serinë e emrave të bukur të Allahut azza wa jall dhe me përfitimet nga këto emra dhe ndikimin e tyre në jetën tonë të përditshme. Dhe kemi kaluar do të thotë ligjërat pas ligjërate përmes emrave të ndryshëm të Allahut xhalla xhelaluhu. Sot jemi gjithashtu në takim me një emër për emrave të bukur të Allahut te baraka o taala, që këtë emër dietarët e kanë konsideruar njërin nga emrat më të nevojshëm për robët e Allahut xhalla xhelaluhu. Fjala është për emrin Allahut El-Ghafur, ai i cili është El-Ghafur me kuptimin që do t'i marrim më tutje. Emri Allahut El-Ghafur në Kur'an është përmendur bashkërisht me format e tjera, po të njëjtës rrënjë, El-Ghafir, Ghaffar, në këto forma është përmend dhe në kësaj përmendje ndoshta arrin më tepër se 100 herë të përmendur në Kur'an. Dhe është përmend gjithashtu i kombinuar me emrat e tjerë të Allahu xhallahu ala e më zakonisht me emrin Allahut Ar-Rahim, Ghafurun Rahim, Ar-Rahim e kemi marrë atë. Fjala Ghafara në gjuhën arabe i ka disa kuptime të cilat japin në fundit një kuptim të përgjithshëm që ka të bëjë me mbulimin dhe fshehjen. Andaj Ghafara në gjuhën arabe i thuhet kur diçka mshef ose kur diçka mbulon. Prandaj edhe asaj mburojës që mbulon fytyrën me të, luftari në rrugën e Allahut azza xhela, apo çfarë do lloj luftari tjetër që e mbulon fytyrën i thonë mighfara ose mighfar, do thotë asaj që mbulon fytyra. Andaj edhe sikur se ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është plagos ditën e Uhudit dhe pjesë të mighfarit të mbulojës kanë hyrë në pjesën e brendshme të syrit të tij sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo është kuptim gjuhësor i fjalës Ghafara, prej të cilës rrën pastaj vjen edhe emri Allahu xhallahu ala në format e tij të përmendura në Kur'an edhe në hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thash ose si Ghafur, ose si Ghafir, ose si Ghaffar. Edhe pse në një analizë pastaj më të thuktë dhe më të hollësishme kanë dallime ndërmjet veti edhe këta emra, edhe pse kanë një rënd të përbashkët. Mirë po, burimi i tyre gjuhësor është nga Ghafara dhe kuptimi i këtij burimi është mbulim dhe është fshehje. Nuk ka nevojë për të sjell argumente nga Kurani dhe nga Suneti për të vërtetuar se ky është emri i Allahut azza xal. Qase mendoj që çdo faqe e Kuranit gati kur shletohet nuk ka vend gati në këtë faqe e që nuk përmendet dikund emri Allahu xhallahu ala Ghafur. Madje një sure e tërë e Kuranit është sura El-Ghafir, po që është në emrin të Allahut te baraka o taala. Andaj Allahu xhallahu ala ala inna Allaha huwa al-Ghafuru ar-Rahim, vënë re dhe dini se Allahu xhallahu ala është ai që është Ghafur dhe Rahim. Dhe në hadithe tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku është përmend gjithashtu edhe emri Allahu xhallahu ala se është Ghafur, madje edhe vet kërkimi i falës nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, faghfir li, më fal mua, përmes kësaj Ghafara është një argument se emri Allahu xhallahu ala është El-Ghafur. Në raport me Allahu xhallahu ala ky emër çfarë kuptimi ka? Normalisht emri Allahut El-Ghafur, El-Ghafir edhe gjithashtu Ghaffar nuk del jashtë kornizave të emrit të kuptimit gjuhësor të këtij emri. Andaj të gjitha kuptimet që kanë bëjmë me emrin Allah xhallahu ala El-Ghafur sillen në këtë kuptim, sillen në këtë rreth të fshehjes dhe mbulimit. Pastaj dietarët kanë ardhur kanë dhënë disa prej mendimeve të tyre për dallimin mes këtyre tre emrave që thash e kanë të njëjtën rrënjë, Ghafir, Ghaffar edhe Ghafur, duke thënë se
njëri nga këta emrat apo është për qëllim mbulimin këtë botë. E përmes emrit tjetër është mbulimin në botën tjetër, e përmes tjetër emrit është, do të thotë, ruajtja nga zjarri i xhenemit. Edhe pse këto janë të gjitha, domthonë, përpjekje të ulemave që disa i kanë përkrah e disa nuk i kanë përkrah, por ajo që është e rëndësishme të dimë se Allahu xhallahu ala ka emrin el-Ghafur dhe ai na mbulon të metat tona dhe ai mbulon mëkatet tona para njerëzve në këtë botë, para familjarëve tonë në këtë botë, para miqve tonë në këtë botë dhe gjithashtu sikurse ka në hadithin e Muadhit radhiyallahu ta'ala anhu, Allahu te baraka ve taala ne mbulon edhe këto të meta ditën e gjykimit. Madje edhe në mënyrë pak më specifike se që mund ta paramendojmë, duke e afruar robën e tij dhe duke e vendosur mbi të, do të thotë mbulesën e tij, që askush mos të ndëgjon dhe askush mos të sheh, e pastaj kur të sigurohet robi se askush nuk po ndëgjon dhe askush nuk po e sheh, atëherë Allah xhallahu ala thotë ja abdi atadhkuru dhanba hadha, apo o robim a kujton këtë gjuna, a kujton këtë gjuna, e kujton Allah xhallahu ala dhe e rikujton robën e tij me mëkatet që i ka bërë, dhe padyshim se robët i kujtojnë të gjitha. Nga se Allah xhallahu ala ja mundson që ti kujtojnë mos të harron. Edhe nëse në këtë dunja ka harruar nga mëkatet e tij, atëherë Allah xhallahu ala thotë inni satartuha laka al-yawm, unë sot po ti mbuloj ty, nga se ti ka mbuluar edhe në dunja. Prandaj gjitha këto janë përmes emrit të Allahut el-Ghafur. Dhe çka në fillim dhe nderuar se padyshim ne kemi nevojë për çdo emër të Allahut azhjel. Nga çdo emër i Allahut te barekuhu teala na jap një mundësi që të përfitojmë nga Zoti jon. Nëse na jemi të nevojshëm për Allahun xhallahu ala, dhe nevoja jon për Allahun xhallahu ala nuk kufizohet në një fushë caktuar, nuk në një medan caktuar, apo por ajo është në shumë fusha. Madje ndoshta nuk mund të paramendojmë ne në çfarë fushë neve na duhet Allahu xhallahu ala. Nga njëra sprovat e jetës dhe sfidat e jetës neve na mësojnë sa për shkak të këtu pas kemi nevojë për Allahun xhallahu ala. Edhe këtu jeti i dop nuk e ke ditë. Nga se sikurse e përmenda, nga njëra njëri nuk mund të paramenoj se është kaq i dopt, ose është kaq i nevojshëm, ose kaq mund të ketë frikë për shkakun se situatë nuk mund të paramenoj. Por vinë të lashët, vinë sprovat e ndryshme, stacionet e ndryshme të jetës së kësaj bote dhe i bën njeriu të kupton se sa që ka i dopt, i bën njeriu të kupton se sa që ka i paguximshëm frikacak e kështu me radhën. Andaj sa të shfaqet ndonjë dobësi njeriu, apo përmes sa i shfaqet edhe nevoja që ka për Allahun xhallahu ala. Sigurisht që kemi thënë edhe në vendet e tjera, sa më tepër e kuptojmë se jemi ignorant, apo aq më tepër e kuptojmë emrin Allah el-Alim, që është i gjithdijshëm. E kështu me radhë çdo emër tjetër të Allahut te barekuhu teala. Mirë po, njeriu për gjitha këto ka nevojë. Dhe thash nevoja e tij për Allahun xhallahu ala është e shumë dimensioneve, e shumë mejdaneve. Mirë po, nëse pastaj fillojmë të klasifikojmë këto nevoja në bazë të rëndësisë, do të shohim se njeriu ka më tepër me nevojë, sipas tij, jo sipas asaj që ka nevojë reale, por sipas tij më shumë ti ka nevojë që ti mbulohen të metë e tij. Para më këtë me i pasna, gjitha me i pas, këtë i kia. Domthon nga begatit e kësaj bote ose këtë çka dëshiron, mirë po është një problem. Për çdo mëkat që e bëjmë, një shajk shfaqet apo mball ose në sy ose sikur se ka thonë Imam Ebu Hanife rahimahullah, fillon me kundërmundje ere keqe, a kish më pastaj kuptim këtë atë që kem absolutisht jo. Para njëri për shembull, sikur se kanë pas në disa kura të kaluar të Ben Israilit, ku njëri ka bërë mëkat, i shfaq një vijë zez në fytyrë apo. E ka njoft, prom ke bëu gjuna. Kështu Allah xhallahu i ka dënu që t'ju shfaqin mëkat nga se do të thotë kanë keq përdor mbulimin e Allah xhallahu ala mbi ta. Dhe përmendon sa kemi nevojë për këtë mbulesë. Jo vetëm për periudhën e kaluar kur kemi qenë ndoshta në ignorancë të zhytur dhe në mëkate, jo vetëm për ato më na mbuluam, por edhe tash kur jemi udhëzu, përsëri ne kemi ndonjë tmet, kemi ndonjë mëkat që kemi dëshirë që Allah xhallahu ala të na mbulon dhe gjithmonë mbetem me shpresë se na do ta rregullojmë, na do ta përmirësojmë, por preferojmë vazhdimisht që Allah xhallahu ala ta mban mbi neve këtë mbulesë që e bën përmes emrit të Atij El-Ghafur. Andaj na mbulon në këtë botë, na mbulon në botën tjetër dhe gjithashtu do thotë kur na mbulon, nuk kupton se na fal. Se mbulimi nuk ka veç tim laj, po dikur to ruhen. Jo, mbulimi i kësaj radhe me emrin Allah El-Ghafur është mbulim që nuk kupton edhe falën. On të mbulon, do mund të fal. Prandaj
Gjitha këto thash janë në hijen e emrit Allah xhallahu ala el-Ghafur. Mbulon, fal, mbulon këtë botë, mbulon botën tjetër, në rrugë zjarri i xhenemit e kështu me radhë. Andaj mbulesa Allah xhallahu xhelalu dhe ndëruar është një begati dhe mirësi e madhe për neve. Mirë po, padyshim se nuk duhet robi me e keqpërdor këtë mbulesë dhe me u llastu në hijen e saj, që të vazhdon me mëkatet e tij dhe të keqpërdor se Allah xhallahu ala është falës. Nëse po Allah xhallahu ala është falës, mirë po nuk është veç falës, por është edhe diçka tjetër. Sikurse ka thënë Allah xhallahu ala, "Nabi ibadi, lajmëroj robët e mi se unë jam Ghafurun Rahim", se unë jam ai që mbuloj të me të robëve të mi dhe u falë aty dhe jam i mëshirshëm. Mirë po, wa anna adhabi huwa al-adhabu shadid. Mirë po, njëjtën është, njëjtën vi. Mirë po, kujton edhe për kujton gjithsesi se edhe dënimi jam është gjithashtu dënim shumë i dhimbshëm. Prandaj, ke emri Allahut el-Ghafur, sikurse do të flasim tek dobit e këtij emri, do thotë në kupton një stimulim, një ambicie për neve dhe gjithashtu një përkrahje që të pendohemi tek Allah xhallahu ala dhe të shpejtojmë procesin e përmirësimit tonë. E po nëse dikush llastohet në hijen e mbulesës, historia dhe ligji i Allahu xhallahu ala ka dëshmuar se jo rrallëherë të tillët janë demaskuar dhe janë poshnuar para krijesave. Nëse kanë keq përdor, do të thotë mbulesën e Allahu xhallahu ala. Andaj në kuadër të kuptimit jemi ende jo të dobit, në kuadër të këtij kuptimi Sheikh Sadi rahimullah në tefsirin e tij kur përmend komentin e emrit Allahut el-Ghafur, thot është el-Afu dhe el-Ghafur, el-Ghaffar, gjitha këto janë në kuptim të faljes dhe mbulimit, thot është ai i cili vazhdimisht te krijesat ka qenë i njohur si i tillë atë. Andaj subhanallahu kur krijesa Allah xhallahu ala nuk ka njohur Allah ndryshe por se na fal Allah xhallahu ala. Qase ka qenë emri i përhapur tek Allah xhallahu ala dhe i rënjosur në natyrshmërinë e tyre atë. Andaj edhe vazhdimisht ka qenë i cilësuar me falje dhe mbulim tek robët e tij atë. Andaj çdo kush, kullu ahadin muttarun ila afwihi wa maghfiratihi, çdo kush është i nevojshëm për faljen e tij, sikur që është i nevojshëm për mirësinë dhe mëshirën dhe bujarinë e tij. Andaj Allah xhallahu ala thot Saadi ka premtuar se na fal, mirë po kësaj fale i ka bashkangjitur sebepe shkaqe që ne duhet të ndjekim ato shkaqe ato. Andaj Allahu thot wa inni la ghaffarun, un jam ghaffar, po në kuptimin e mëhershëm që falen për ghaffar, por jo për çdo kan, për kan liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, për ata të cilët do të thotë pendohen tek Allah xhallahu ala, besojnë, bëjnë vepra të mira dhe vazhdojnë pasaj rrugës së udhëzimit. Sikurse e përmend kët, do të thotë në tefsirin e tij në kuadër të këtij ajeti apo. Andaj këto janë kuptimet e këtij emri të Allah xhallahu ala apo i këtyre emrave të Allah xhallahu ala në raport me Allahun subhanahu wa taala. Se i përket pjesës së dytë të zakonshme të ligjëratës tonë që ka të bëjë tash me ndikimin e këtij emri në jetën tonë të përditshme dhe me përfitimin që ne kemi nga kjo, padyshim se edhe këtu janë disa pika të rëndësishme që mendoj për neve përbëjnë aspektin më të rëndësishëm të tërë kësaj që po flasim ne për të. Fillimisht dobia e parë që e marrim për kësaj është një dobi që zakonisht përsëritet apo. Andaj kur njëri kupton se sa tmeta ka apo dhe sa i dopt është dhe një zbulim i një tmete, sa kish me i shkaktuar problem në jetën e përditshme apo. Apo padyshim se kjo çfarë bën? Me dashur Allahu xhallahu ala. E nxit dhe më të vjen me dashur Allahu te barekuta ala. Madje para mëna disa prej veprimeve tona Allahu xhallahu ala i ka falur pa kërkuar falë fare atë. Sigurisht është çështja e mendimeve që sillen nëpër kokën e njeriu ato. Ato që do thotë mund të jenë në fushën e hamendjeve ose vezveseve të shejtanit ekstremal, megjithatë është pjesë se cilët ka ti. Apo Allahu xhallahu ala, sikurse ka në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se Allahu xhallahu ala ja ka fal umetit tim. Shiko, s'ka thon ja fal kush kërkon taube, jo. Ja ka fal paraprakisht, kjo është e falta apo. Pra që përshpërit nefsit të ata apo. Ndaj në udhë nga njëri për shembull kur gjendet për ndonjë harami, nefsi përshpërit.
Po ai e nal vetën e tij se ka këndo po nefsi vet përshpërit për haram apo. Apo do të përshpërit për qoftë në drejtim të gjinisë së kundërt, apo qoftë në drejtim të aspektit material, apo çfarë do qoftë, nefsi e kërkon, njëri e stopon vetën e tij apo. Mirë, po këtë përshpëritje të brendshme nuk e ndëgjon askush pas Allahu xhallahu ala. Para mendoj që këtë jetë e zëshme apo. Çfarë do të ishte jeta e njerit apo? Allahu xhallahu ala para praktikisht këtë ka falur. Pastaj gjithashtu, domethënë në kuadër të kësaj që Allahu xhallahu ala e fal dhe mbulon, emri Allahut el-Ghafur, el-Ghaffar ka ardhur në formën el-mubalagha, el-fa'ul dhe fa'al. Mubalagha është lloj hiperbole. Mirë, po në raport me Allahun xhallahu ala nuk është e shtuar e pavërtet. Mirë, po ulemat kur vjen emri Allahu xhallahu ala në formën el-mubalagha, në formën e kësaj hiperbole, nën kupton sasinë edhe llojin. Andaj në kuadër të emrit Allahu xhallahu ala është se nuk ka sasi e mëkateve që mund ta sfidon mbulesën Allahu xhallahu ala. S'dali as saj. Keni bërë shumë gjuna nuk pinzen me minutash. Kena mlu ball pas pinzen. Apo s'ka kësi gjunaj ose s'ka sasi mëkatër që mund të bëjnë rrobat Allahu xhallahu ala e që Allahu s'u mbledh ata. As në raport me individin, as në raport me shoqërinë apo. Sa mëkate bëhen sot Allahu xhallahu i ka mluar ata. Gjithashtu edhe në raport me llojin s'ka lloj mëkateve. Prej më të madhe më vjen që e sfidon mbulesën Allahu xhallahu ala. Unë mbuloj këto, apo kjo është e tepërt. S'u ta mloj këto. Andaj në këtë botë shohim se sado që ke afërsi me dikën apo, sado që i pushtatshëm megjithatë ka skandale që nuk mblohen. S'mundën më mlu. Ato mund të evitojnë disa pasoja, kështu më radh, po nuk lejmë pa dalë atë. Ose sot ose dikur dalën atë. Nëse ka skandale që ndodhin në vetën tonë, apo që subhanallahu kur nuk dalin atë. Do është ati kujtën Allahu që jomën qiyam edhe ka pasur që me dalë me ta prish me familje me këtë, apo pa qenë ta kumbuluar. Në gjithë kjo, mirësi Allahu xhallahu ala përballë të meteve tona, përballë skandaleve tona, përballë mëkateve tona, padyshim se kjo një robi të ndërgjegjshëm ja ushqen zemrën me dashuri të skajshme për Allahun xhallahu ala. Dashuri të madhe me dash Allahun te bareke ve taala. Ka se subhanallahu sa i mirënjohës, edhe këtë duhet vazhdimisht të meditojmë. Këtë bëhet dikush me të pa dikun keq, apo sa mundosh me të mire, me sa mundosh me subhanallahu me ju ofru që thjesht mos me e shqetësu as në minimum që pastaj ky shqetësim i joti me e detyruat me ta publiku të metën tona. Mundosh me bëu mire, mundosh me usill për një. Edhe pse ai s'ka dorë as për hapjen, s'ka dorë as pasojat. Kur s'ka dorë ato. E sa duhet të llastohemi në këtë drejtim, në kuptim pozitiv, të afrohemi Allahu xhallahu ala, apo ta falenderojmë, ta madhrojmë, të afrohemi me të mira që mos na shpërndan Allahu xhallahu me të tona. Dhe megjithatë nuk kërkon për neve deri në këtë masë do të thotë ta nxjim jetën tonë apo. Para mëna për tërat veprimtarin të kaluar që ke bë, këtë çka ka kaluar. Je penduar tek Allahu xhallahu ala, dhe tash apo e keni far siguri e bagit mirë se nuk del ajo më inshallah. S'ka më pisoj kurrë se e kam kryer ato. Është një dosje e mbyllur që është evoluosur në fund të saj me vulin e i penduar. E kjo nuk kupton se nuk hapet. Apo i penduar nuk hapet më kjo apo. Sa është dosje e posaçme diku që unë e kam mbyll. E ai që na mbyll dosjet tona apo dhe nuk lejon që të hapen kurr. Madje ai që tenton veç me ai hap, Allahu e dënon. Nëse kush i ndjek të mjetet e muslimani, i ndjek Allahu të mjetet e tij. Apo shiko, deri në cilën mos të mbron Allahu xhallahu ala. Kujdes për ty, të mbulan. Andaj padyshim se sa kjo të na kujtohet. Wallahi për një prej këtyre mëkateve është e mjaftueshme me dashur Allahu xhallahu ala dashuri që te kalon çdo dashuri në këtë botë që kemi ndaj dikujt tjetër. E mos flasim për dhjetra e qindra mëkate të shumta që janë bërë e që do të bëhen. Në vazhdimsi derisa të vdesim, e që në vazhdimsi Allahu xhallahu ala na mbulon dhe jo vetëm që mbulon mëkatin, subhanallahu, por edhe në ruan nga pasojat e tij. E shën sabah, o pat njerëz që po dojnë. E shën o patën në kuçë që po vjen. Apo, se ka mos të me ta mlojmë. Apo, mirë po, respekti tani bjen, ka pak. E shën se o pat, o madje nga njëra me gjithë mëkate po shtohet respekti, ose po shtohet rrezikopën. A që këtu mirësi nga Allahu xhallahu ala, nuk duhet me kalu para njerit të pavretuna. Thosë s'po bëhet kurrë. Ose thosë dikush e ka bërsh me të mlut ty e mua apo. Por gjitha këtë i bën për shkak se është Gafur apo. Andaj Allahu xhallahu ala na mbulon
Dhe si pasojë kësaj mbulese, çfarë sa më tepër na e dim vlerën e kësaj. Dhe e lexojnë emrin Allahut El Ghafur, padyshim se pretimi i parë, ndikimi i parë tërsa është na shtohet dashuria ndaj Allahut xhallahu ala. E dyta, vëllezëruar, është që sikur që e përmenda edhe më herët në kodët e asaj është që kur e kuptojmë se Allahu xhallahu ala që ka Ghafur, apo kuptim të hiperbolës, zmadhimit të madh, se nuk e sfidon mbulimin e Allahut dhe nuk e sfidon falën e Allahut xhallahu ala, as sasia e mëkateve, miliarda mëkate falën për çast apo mbulon. Dhe as lloji i tij falë Allahu xhallahu ala shirkun, padyshim se kjo duhet me shty çdo kompanive që me e përmirësu gjendjen e tij apo me kërku falë tek Allahu xhallahu ala. Andaj kush e kupton më tepër emrin e Allahut El Ghafur, padyshim se pendimi i tij ose fjala e tij astaghfirullah bëhet shumë më e përdorshme në gjuhën e tij apo. Andaj krijesa më e njohur dhe më e ditur për të, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, më një naj, duke najt, ja ka numëruar duke thonë 100 herë astaghfirullah. Për shkak se ai ka ditë kush është Allahu xhallahu ala dhe sa mund Allahu xhallahu ala me fal, dhe sa i mbulon e kështu me radhë. Allahu xhallahu xhelalu ka përmendur në Kur'an se nuk guxon dhe nuk ka arsye as më minimale as kush nga robët e tij që të zgënjehet nga mbulesa e Allahu xhallahu ala falet e tij. Nuk guxon. Përveç nëse kjo është pasojë e gjehlit e tij për Allahu xhallahu ala ose është pasojë e vezveseve të shejtanit. Por nuk lejohet sikur fare arsye. Apo as në kuptim të madhësisë, e as në kuptim të llojit. Nga se në kuptim të sasisë të mëkateve, ka falë Allahu xhallahu ala njerëz që kanë qenë më gjinaqërë shumë se të jepën. Në s'ki arsye ty mos më të fal. Gjithashtu në kuptim të llojit, mëkati më i madh që është shirku. Dhe Allahu xhallahu ala do krijesa u ka fal shirkun dhe më së i ka shndruar në krizat më të mira që ka shkel tokë mos pejgamberëve. Ashabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj s'ki arsye. S'ki arsye as me vonu, as me u zgënjy, as me u dëshpëruar, s'ki arsye. Nëse emri Allah të jap këtë komoditet, të jap këtë rahati, të jap këtë qetësi, që ti po e meriton ndikimin e këtij emri, sikurse Allahu thot wa inni laghafarun, po unë jam ghafar, por jo për gjithkon. Liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Që kthehet tek Allahu xhallahu ala, beson, bën vepra të mira dhe vazhdon rrugës së udhëzimit. Gjithashtu ajeti i njohur në surën Zumar, ajeti 53, ku Allahu xhallahu ala thot kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Thuaj o ju robët e mi që asrafu, mos keni lënë gjuna pa bën. Nuk keni lënë mëkat pa bën. Asrafu. Shikoj Allah subhanahu o që i nirujt po e keni rshit ka hera thon. S'false, kanë asrafu ala anfusihim. Don e kanë tepru në mëkate. Para në don teprimo, don Allah e mësashkja. Veç Allah o din, a dim na për shembull ton ty, hajt shku çam në mobilë ademit. Ti nis nga vetë jote apo ose nga çe keni. Ama ti kur nuk mush me dit çfarë marzina mund të bëni bia ademit apo. Sa mërmania, sa i keq mund me koni njëri apo. Sa i ult e i ndyt mund me qenë apo. Sa mërmania ty. A ke pa kanë për shembull ti nisësh nga kënd dyt në komunikim me njerëz. Kur ta kthen me thosh as merr as më ka shku që dikush çu me ta bëu. Pse? Se ti nis nga vetë jote. Ose maksimumi që din me bon nga përvoja që i ke ndëgjuar. Mi po a din sa gjunaqar të fllëq në dynja e kaptën. Që sta mërmene çka din ata me bëu aftën. Këtë Allah i njëaftën. Këtë Allah i njëaftën. Prandaj para nga një njohës i absolut që dituria e tij është gjithë përfshirëse dhe nga dikush që ka emrin Es-Sami ndëgjon çdo sen dhe El-Basir që është çdo sen, kreti ka po, kreti ka ndëgju, kreti din për se thotë ju që e keni tepru. Veç unë e di çfarë mund bëni ju aftën. Edhe ju. La taqnatu min rahmatillah. Nuk keni arsye më u zgjuni nga fala jam aftën. Subhanallahu. S'ka arsye. Nga se inna Allah yaghfiru dhunuba, shikoj yaghfiru, apo Allahu xhallahu kreti fala aftën. Nuk mundi me sfiduj kur Allahu xhallahu. Kur? Sikur se ka në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o bira e Ademit, në qoftë shikoj në rrugë këtë thirrje, në qoftë se vjen me falje, në qoftë se vjen me mëkate, apo sa ke toka. Para s'ka plum në tokë që s'ka bëjë gjuna.
Çka që më marr me gjuna hapën? Ti si e çaj? Ti ke bo gjuna në vend tonë, ama s'ka ra me bo gjuna në Afrikë, për shembull, s'ka ra me bo gjuna në Azi diku nëse. Thot Allah xhallahu në hadith kutsi, "Law ataytani bi qurabil ardi khataya." Nëse vjen sa kokra ose thërmi rëre në tokë gjuna hapën. Çka gjuna ki hapën? Sa ka zallë në tokë, apo sa ka guraleca në tokë. Këtë që ka në tokë, ti vjen me gjuna hapën. Edhe nuk bën shirk. Nuk vjen me shirk hapën. Pa shirk është trajtim tjetër hapën. Këtë aspekt e kitë sigurt. A gjuna tjera s'kelon sa në pa hapën. Le etejtuha, unë edvi ty, apo me falje, ma shumë se që jartë me gjuna hapën. Wala ubali. Kjo la ubali, as dëmon, sikurse mund të themi ne në kuptimin tonë, kjo bile as nuk më kushton sa me lëviz që shtu të apëtën. Heq. As lodhna për këtë punë bile apëtën. Heq me ta falë. Pa çfarë falje gjën? Allah dhe inna Allaha wasi'ul maghfira. Falje Allah është e shgjan, nuk është si kërsa në angusht. Apo? Falje Allah është falje e gjan. Ta falë, e të mbulan, e të nderan, e të shpërblen. Plus asaj, çka thot? Yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Ta ka mbulu, ta ka falë, s'ta përmen, plus asaj, në befasan një mërë kjeme, vëtëtushkat e tuja eshe, aty në faqen 15, ku e din që është një gjuna i qërum, kështu kushtimisht për thëmë, eshe një vej për të mirë. Subhanallah, se këmë bo këta. Allah thot, unë jem falë, se pëtën. Ta mbulej edhe ta shëndërrejmë punë të mirë, pëtën. Andaj për një me, pas taj në kodrë, saj si kurse e kam përmen në rësë të ndëruar, pëtën. Mas gjithë kësaj e kuptan ti, sa ai që nuk përfiton nga gjithë kjo mirësi vallai, ku më quat njëri vallai? Ku më quat? Shikoj çfarë falje, po i thret robt e tij më u pendua pun. Çdo nat po zbret në qiellin e dunjas. Hel min taibin faghfirullah. A ka kush do, a ka dikush do më pajtu me mua? A don dikush më afal? Shikoj këtë ftesë, as ka nevojë për krampinëve hiç. Apo pastaj po ta mbulon. Pastaj po thotë që nuk më sfidon të këtë gjunat e tokës të më i bë, me ardhmë tonë me pendim ta fali. Ta mbulaj gjitha këto thirrje, gjitha këto ftesa. Por si njëri shitet apo mendje madh, e shitet kësaj diçka, atëra nuk e rahaton këtë mendimasi kur kryo për xhenemin atë. Ski ku e çan? Wallahi dhe vetë çështë e kupton drejti, çish bashkohet mes Ar-Rahman Ar-Rahim dhe me çun xhenem. Ka se rahmeto që ta këtë kategori me çun xhenem. Rahmet është për ta. Ose rahmet është për tjerë. Kriminalët e tillë kam i falë Allah. Prandaj, shiko këtë wasiul maghfira, apo këtë mbulesë të madhe që arrin me mbulu të gjitha krijesat e Allahut azza xhala. Të gjitha mëkatet që i bojnë ata nën qiell dhe mbi këtë tokë. Allahu xhallahu ala i mbulon ata. Prandaj nuk ka arsye askush, sikur se ceka. Çfarë lë rrethone? Të zgënjet apo të thotë se valla unë shumë kumbopën. Ka se i themi, nëse ki problemin në sasi dhe madhësi, të bim na çka dim. Na çka dim bim do që ka bëu shumë më shumë se ti apo. Dhe Allahu xhallahu ala na ka lajmëruar se o ka fal. Nëse e ki për lloj, Allahu xhallahu ka thënë inna Allah yaghfiru dhunuba jamian. Këtë Allah i fal. Dhe pe shirku të poshtë, Allahu te baraka ta i mbulon dhe i fal. Ndërsa në ajet ku Allah thot inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Allah nuk e fal shirkun, por fal pas kësaj atë çka don. A ka kjo ajet në surën Al-Maida kundërshtim me surën Zumar? Nuk ka kundërshtim. Pse nuk ka kundërshtim? Për shumë aspekte. Një pa përmani. Falja Allahut azza xal ose vije si pasojë e kërkesës ose vije si pasojë e dhuratës. Andaj Allah xhallahu ala fal njerëzve se kanë kërkuar me u fal, jo u fal. Edhe ka njerë ka mëkate që nësë këna kërkuar me na fal, ai na fal. Andaj aty ku Allahu thot se Allahu i fal të gjitha mëkatet, bën pjesë kush kërkon me ia fal, s'ka mëkat që falet. Ndërsa nëse nuk ka kërkuar me ia fal, ka dalë te Allahu me mëkate, Allahu i thot se mund të përfitosh përsëri nga dhurata e fitimit. Nga se do shpërndohet falja e madhe në kıyame për atë shirkut. Shirku nuk bën pjesë në dhuratë. A kuptove? Andaj kjo dallimi. Përsëri na kërkojmë falë tek Allahu xhallahu ala,
Po, nëse jo sa duhet, nëse jo si duhet, përsëri subhanallahu shpërndahet falje e madhe dhe mbulesë e madhe yawmul qiyamah. Andaj sikur se ka ditë në Muadh radhiyallahu ta'ala anhu, apo vendosja e mbulesës mbi robën e tij yawmul qiyamah është pikërisht nga ky lloj opsion. Përmendon gjithë ato krijesat, apo edhe Allahu xhallahu ala me thirr me thon atë kujtohet e tet kur u dhem behada. Atë kujtohet kjo gjëna kur e bëjshë. Atë kujtohet kjo kur mënejshë. Atë kujtohet kjo kur folshë. Po dëshmoj se kjo të kap një lloj shqetësimi, nuk je rahat. Allahu xhallahu ala i thot robët vet ta kumbulon dynjën, se është gafur, edhe sot po ta mbuloj, shko se i falën një hapë. Andaj, kjo madhësi e faljes, pa dushim se na bën që ne të përfitojmë nga ajo në këtë botë edhe botë tjetër. Prandaj mos të lejojmë të ndëruar në çfarë lloj situate të na bie shejtani apo e të na pamundson që të përfitojmë nga mbulesa e Allahut xhallahu dhe falja e tij. Qase kjo është një përfitim i rëndësishëm që duhet ta kemi parasysh ato. Gjithashtu pe dobive që i kuptojmë në kuadrat e emrit Allah xhallahu al-Ghafur është se e tërë kjo falje që bëhet, e tërë kjo mbulim që bëhet, apo është thjesht pse Allah xhallahu është Ghafurur Rahim. As nuk e detyron askush, as nuk e imponon askush, as nuk ka interes absolut në këtë çështje. Nga njëra për shembull, na njëtë në kësaj bote kur mbulojmë, apo nuk mbulojmë pse e kena pi burnis. Po tash ku me qil këtë tema, pëtën, bosh të lashe, 100 gale dalë, ma mirë më shële që tu se, apo, se zdo me nëzirë vetit të lashe ma tutje. Allah xhallahu ala ballavaqot me çdo kriminal si bën të lashe e punë. Ja qil dosit e dënon e qënë gjenem edhe absolutisht si bën kjo punë as shqetësim, as kaos, as kurgjë që. Ndërsa na, ka njëre dina me mbulu dhe shpesh ere, se bëhet me e madhe, e të se mërtash me këtë punë, Allah. Allah xhallahu ala nuk e bën për këtë çështje, por e bëm se është Ghafur. Andaj, na falë mëkatet tona, veç se dënë me na falë ato. Madje, sikur se ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo ku thot, laula an tudhnibu, me qenë që nuk bëni mëkate, do të bjen Allahu xhallahu ala njerëz që bëjnë mëkate, që Allahu t'ia ufal atyre. Po ky s'bën me kuptu, apo se tash po gjinoa sa dush, larg asaj. Edhe pse disa dietar, domthonë, e kanë përmendur një koment interesant të këtij hadithi, edhe pse nuk kanë pas mundësi me e verifiku se a është unik të këtë ulemat, po s'paku ka buru pe dietarëve dhe është për neve mjaftueshme që me e përdor si një kuptim legjitim të këtij hadithi se fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot në çështë nuk bëni mëkate, nuk është për qëllim nxitje larg asaj. Dhe kështu s'është dash më kuptu kur. Mirë po, kjo e dyta nuk e di a është dash çështë më kuptu apo. Kur thonë se nuk është përshtim në qoftë se nuk bëni mëkate. Po në qoftë se nuk i ndini mëkatet. Apo atëherë Allah xhallahu ju heq ju apo. Po bjen dorap se mëkati është pjesë përbërëse e birit të Ademit. Çdo kush bën. Edhe ata, edhe neve ne ka pru bëjmë gjinoja, ata që i bjen mas ne kanë bëjë gjinoja. Apo ande s'ka kuptim ndryshimit me bo. Por në qoftë se jeni të përgjegjshëm për bën mëkatet apo. Apo atëherë Allah xhallahu ala nuk ju ndron. Ama në qoftë se unë e Ghafur, ju bëj gjinoja përfitoni. Ja duhet kjo ja çprast jam, duhet më fitu biti. Apo ju e juve i bjen të tjerë që ata pa të bëjë gjinoja si ju. Se nëse po, mi pa ata përfitojnë për Allah te Ghafur apo. E kjo kuptim interesant apo që të ketë në tokë njerëz të cilët e dinë që është pjesë përbërëse jetës së gjinoje, që mbi të Ademit, mi po ata e ndin dhimbjen e këtij gjinoje, e ndin peshën e tij. Dhe në anën tjetër stimulohen duke njoft Allahun se është Ghafur dhe shpejtojnë me kërku falje atë. Dhe e atëherë është jeta në rregull në tokë atë. Po nuk është në rregull. Ai para më në pas nat për nat Allahu thot, a ka kush i kërkon falje? Ata në tokë se për çana me kërku falje. Do të më hiq tani aspektit. Çu për çka me kërku falje? Ata që nuk e ndin që bën gjuna, nuk ndin që kanë nevojë për ata njerëz nuk meritojnë me topën. Po ka se që ka shumë, po ka po lana që po ka të tjerë e për shkak këtyre i mon Allah edhe këta. Po dyshë mos me laula ju mos me kon. Ata si ka thonë mushrikët e Mekës, si ka sahabën Medinë ka thonë, mos me kon ju që s'bëni gjuna. Kish më pru Allah do të tjerë, do ju
Sahabët çu kanë kuptuar gjinojnë? Në gjuna s'ka flagjë natë Allah. Apo që kështu po. Në qoftë se ju vazhdimisht e ndini barën e mëkatit. Vazhdimisht e ndini ju dhimbjen e mëkatit. Vazhdimisht i druani pasojave të mëkatit dhe përfitoni nga emri Allah Ghafur për t'ju fal, kjo është garancë me mjet në tokë kapten. Jo më ushëndrun me laçe pa gjuna. Ka se çdo kush bën me bjen to. Mirë po ai që ruhet, se ruhet pe gjembave në tokë. Po, ama shumë gjemba ka. Ai që e kërkuam me bësh më urujt. Kjo është e kërkuam me dhon maksimumi të ruhemi. E në qofë se bim dikun, e kërkuam me është që qohemi pastaj. Mi po jo me thonë dikush që i strin për tokë, apo u shtran tokë, u dorzuan në gjemba. Edhe me thonë se Allahu xhalla xhelaluhu domthon ngrit mu. Ja. Allahu ngrit që se ruhesh. Mirë po, edhe me marë shembull e jetës për ditëshme. Në qofë se një fëmi, nëna e vetë, sërë t'i vesh tishet e paqa, e i donë qëllimisht shkën gjuhët, mas 5 minuta këthe që u bona që shtopën. Apo? Je vesh edhe një tishet e paqa, e ka petë qëllimisht gjuhët, që i sruhet, këthe jetë, që edhe nëna, luj që shtu gjithë luj, që me të veshtë, s'ka me zabë me të veshtë, s'ka i rrima, shkun kejtë të të latu që për latu jam. Apo? Shtu ka në për të latu të gjellë. Gjuhën gjuna, reqë është të gjuna qatë, tejtë me qmoshë, ku t'i veshtë i tire të paqa, për te ube, nuk zhytësh mo. Ama zhytë, që shtu rri, që shtu luj, gaj që shtu luj, apo? Pandaj, du të me ndi se kur bjen njolla e shë, edhe të pengan, të mënush me mshef, se po mashojnë, apo djen ka që, s'ka gale, ta falja, se s'të kumprun botë mos më njëllosë, unë e di që i ki më njëllosë, se balë të këta tje poshtë, po të kumprun dënja që këtë njëllosë me kuptu që është një detergjent që i tafshina, e përdore. Që kja është me kuptu, dhe Allah gjellë në falë, ku ne kërkën e falje, dhe në falë pëse dënë me në falë, nga se në ka kryu për me në falë. Prandaj edhe, historia e njerëzimit ka fillu qështu. Allah gjellë e ka ditë, qëfar kuptimi ka e ka këtë gjenet në tje, mos ha një pëma tjabë. Qëfar kuptimi ka kjo pëtë? Krejtja ka lejuar. Edhe në fund, që ta mëse prek. Allahu Gjallala e ka dit se ka me prek. E ka dit se ka kryu tokën. E ka devin e lësame ka kryu në tokë, ta ne ka shtin gjenet. Që radhitja kuranora, po. E ka kryu Allahu Gjallala tokën, në tokë ka qenë devin e lësame ka kryu, pas e ka onë, hin gjenet. Në të sekon gjenet, hin. E këtë tokë që prasë që i këna këtë, kërë me lënë këtë tokë? Që të kime arti? Po, është një udhëtim i rëndësishëm për me ta tërgu ty historinë e njerëzimit të përën. Ka fillu me mëkat nga ana jonë dhe me falje Ghafur për anës Allah Gjallahu Ala. Po, nga se Allah Gjallahu Ala thot, فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Po, Adem e Sam i ka mësu, تَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّ كَلِمَاتٍ. Ka bu gjuna, po që me botash? Allah ka në thuj që kështu, Allah falë ma pëtën. Teleka, Adem, min Rabbi kelimat, apo ka mësu, ka marë fjallë, caktume, apo fjallim, Allah ja ka shkujt fjallimin, ka në lezojsh të para me jepëtën. Si e ka lezu, Allah thot, ja ka në falë. Qështu ka në vinë njërzimi, qështu Allah dëna me kumë ta, në i në dapë, në përliju, me zhytë, me kësë më radhë. Mi po, kur heshtë në zërat e kërkim falës, kur kush thotë Allah falë ma, do të me hishtë të një spektu. Mi për do tjerë që bojnë gjuna e sahis, se kjo është pjesë për bërës e tyne, mi për kërkojnë falje, përvitojnë nga kjo, përmirësohen, e këtë mund të përmirësimit, e këtë mund të regullimit, e të falës më katëve, tu zhyte, tu qua, tu kajtë, pëse u zhyte, apo mjen keqe, që të për qëtë Allah të ka falë, që të dënë Allah me popit e jepëtë. Apo, që të Allah, se për tjerë, ka Allah gjelasi që zhytën kur, ka asë që kur nuk përljën, kur, apo, a ka e mira që Allah, sikur se ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot Muhamedi alayhi sallam atat as-sama wa haqqa la an ta'id, apo është duke pëlqit qielli dhe s'ka faj që të me pëlqit. Do nga çka? Nga se nuk ka sa një plumb në ta e që s'ka melek që është në kom ose në ruku ose në sejdë. Atë kur gjuna zbul, ata veç në kom Allah të rinë apo. As si të bardh që sprekën kur ka Allah sa dush, apo neve na ka falë me dobësi, apo për me përjetuar tash nevojën e Allahu xhallahu ala.
me përjetu dobësinë tonë, me e thy kibrin tonë, me e thy vetpëlqimin tonë, apo me shpreh nevojën për Allahun xhallahu ala, me ngajt tek Allahu xhallahu ala më shpejt dhe më mëllëgjim se që ngajmë te nënat tona apo kur kena bënë faj e kena dashur ajo më na mbrojt para babës apo. Apo e që ashtu nga te Allahu xhallahu ala, po atë ai s'ka dytin. Apo është dashur nëna më mbrojt pi babës. E tek Allah po iku te ti, pi ku na më mbrojt ty, pi te era babën. Apo a'udhu bika mink. Sigurisht e ka thënë këtë pejgamberi son vazhdimisht çdo natë, kërkoj mbrojtje te ti, pi kujt po kërkoj pi teje. Që s'ka te kërkush s'ka kështu apo. Këtë njerëz ikin pe dikujt, në drejtim të dikujt tjetër apo. Veç na rob të Allahut azh, ikun pe Allahut, ku shkojm, po sillu ka shkosh pe te Allah që më shkuat. Andaj u firru ila Allah. Ikni tek Allah xhallahu ala. Pe kujt apo pe Allahut ikni. Andaj ikni Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. A'udhu bika mink. O Zot, Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik. O Zot, unë kërkoj mbrojtje, apo me kënaqësinë tënde të më ruash nga hidhrimi yt. Edhe kërkoj mbrojtje me faljen tënde të më ruash nga dënimi yt. Edhe kërkoj mbrojtje pej teje nga ti. Apo la uhsi thana'an alayk. Nuk kam unë mundësi me të falënderoj ty apo. Se këtë mirë që po më jap ti mua, po mbron për vetës tënde nga dënimi yt, anta kama athnita ala nafsik ti sikurse e ka falëndruar veten tënde apo. Andaj gjitha këto Allah xhallahu ta i bën nga mirësia e tij, nga bujaria e tij, nga mëshira e tij, jo që ai ka ndonjë interes për neve. Nga se Allahu te baraka taala në esencë ka instaluar në veten tonë apo thirrje të ndryshme, anë të ndryshme të errta që gjithmonë do të na thirrin, na kanë thirrë, do të na thirrin për në bëjë gjuna. E lufta që shndrohet brenda qenieve tona për të ngallënyer shariati i Allahut azh, ky është një xhihad i vazhdueshëm që Allahu xhallahu do më pa të ndezur gjithmonë të japta. Sa të fikët flaka këtij xhihadi brenda, s'ja vlen ti më të respektuar atë. Apo nga se kur të fikët flaka këtij xhihadi, nuk kupton se gjithmonë është në disfavor të së vërtetës apo. Disa ajo është, se përderisa është e vërteta gjallë, s'ka çare batili pa ngacmuar. Kjo është e pamundshme. S'ka çare. Sa është e vërteta gjallë, është aktive, gjithmonë reziston. Dikun më pak e dikun më shumë, kjo është relative pastaj. Mi pas ka çare pa rezu batili përballë të së vërtetës që po tenton të instalohet brenda një zemre që Allahu xhallahu ala e adhuron. Andaj edhe kjo është dobia e tretë që duhet ta kemi parasysh vazhdimisht në kuadër të kësaj që e përmenda. Andaj ka edhe dobi tjera, por po e bëjmë një pushim të shkurt e pastaj vazhdojmë me tutje. Nëse Allah xhallahu ala që të i falë mëkatet tona, na mbulon të mëkatet tona, e të na mundson që vazhdimisht ta kuptojmë nevojën e madhe që kemi për Allah xhallahu ala. Ta kuptojmë se nuk mundemi pa Zotin xhallahu ala. Wallahi as me lëviz, as asgjë më u patapton. Kjo është realitet që ndodh kështu. E kuptohet se kuptohet që kështu është, apo mi po bëhet jeta shumë më e këndshme edhe kur e kupton atë. Apo, ngase unë e kam kuptuar se Allahu do të më fal e ti pas ke nevojë për të. E ai tjetër që s'e ka kuptuar, ai ka nevojë, ai ka nevojë më shumë se unë atë. Andaj çdo kush ka nevojë për Allahun xhallahu ala. Po jeta bëhet e këndshme dhe e lumtur dhe mirë kur ne e kuptojmë se kemi nevojë dhe në kuadër të kësaj nevoje i porulemi, e lutim apo e hudhemi përballë tij, para tij, dua të them. Dhe këtë mund dhe këtë hudhje dhe këtë nështrim e sheh Allahu xhallahu ala duke lutur një rob i shkret, një Zot të gjithfuqishëm apo. Dhe kur kjo pamje bën këtë dunjë, kjo është ajo që e kënaq Allahu xhallahu ala më shumë ti. Allah në rësët në mundëson që gjithmonë të jemi nga ata që e ndijen nga zemra dhe thellësia e saj, e ndijen nevojën që kanë për Allahun xhallahu ala. Për çdo gjë, edhe për mbulimin e tmeteve dhe mëkateve tona. Me kaq po do fund se pjesë sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam bismillah katira.